Moti i paqëndrueshëm i ditëve të fundit ka shkaktuar dëme në zonën e Dardasit në Bashkim Pogradec. Në fshatin Dërdush, një rufe goditi një tuf prej 190 krerësh dele dhe dhi, në pronësi të shtetases Tatiana Biçoku, e cila ishte në shtektim nga zona e Pirgut. Si pasojë e goditjes nga rufeja, 10 krerë të imët kanë ngordhur, 17 të tjerë janë plagosur, ndërsa 15 rezultojnë të humbur. Pritet një vlerësim i plot i dëmeve nga strukturat përkatëse. Ndërkohë, pas raportimeve për rreshje breshri në Bashkinë Devol, shërbimet vendore kanë kryer verifikime në teren në parcelat e prekura. Sipas konstatimeve, megjithse ka pasur rreshje breshri, nuk janë evidentuar dëme në kulturat bujqësore. Kontrollet janë përqendruar në parcelat e mbjella me misër, fasule dhe qep, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se kulturat nuk kanë pësuar dëmtime dhe situata paraqitet normale. Ndërkohë, në qytetin e Korçës, një pemë është rrëzuar në bulevardin Gjergj Kastrioti, si pasojë e erës së fortë. Fatmirësisht, nga incidenti nuk janë shënuar dëme materiale apo persona të lënduar.